Avokat, flitet që sa e ke parë, sa është konflikt interesi që prokurori Veliajt është prokurori Veliajt ndërkohë që Velia i ka dhënë një leje ndërtimi? Së pari duhet të keni parasysh që konflikti i interesit e shikon drejtuesi i prokurorisë dhe jo gjykata. Por ne do flasim shqip dhe qartë dhe shtru popullorshe ashtu si duhet ta dëgjojnë qytetarët. Velia ka qenë kryebashkiak, është kryebashkiak, por ka qenë në kuptimin e ushtrimit të funksionit të tij kur Dado ka marrë lejen e ndërtimit në një kompani dhe me radhë. Ka emrin e tij brenda. Për arsye morale, që mos futem në një lojë politike, se është lojë politike pastaj kjo që po zhvillohet sot, jap dorëheqjen time, sepse unë hetimet i kam kryer. Dhe kjo që të marrësh një dosje, sikur ke dosje personale për karrierën tënde, kjo nuk më duket e drejtë mua. Se në fund fare, ti si individ je prokuror, vjen kjo dosje, ti ikët, vjen tjetra se ti ke ngarkim. Dhe ta marrësh këtë dosje, dhe jeni dy prokurorë, dhe ta çosh deri në fund, po deri në fund, kjo nuk kupton profesionalizëm. Kjo do thotë që unë dua të shënoj histori. Histori, zotëri, nuk shënon në një mas sigurie. Histori shënon kur ti, po, dënohet ky person, shkallë parë, shkallë 2, shkallë 3, gjykatë kushtetuese dhe gjykatë europiane mbaroi sapet ky person, atëherë ti je okay. Por kur ti pandeuri të thotë që kemi një konflikt më zotërim bashkë, pse nuk të riqesh dhe e bërë sipërmarrës të kësaj dosje vete? Dhe shiko, kjo gjë që ka ndodhur me Velien është një mesazh shumë i fortë, që asnjëri nga ju nuk e ka vënë edhe nuk e vën re këtë gjë. Edhe ju a garantojmë pse këtë ndodh kjo gjë. Se dalin kaq shumë lajme dhe në fund fare ju nuk keni këtë çfarë të përcjellni. Dhe pastaj disa lajme fillon edhe harësohen. Shiko pak të them një rast. E kam trajtuar këto ditë që do në rast me Velien me konfliktin e interesit. Asnjëri nuk e marr, as Berisha nuk e merr. Shiko të lutem, nuk e di a duket qartë. Kjo këtu për mua është konflikt interesi. Në rast se unë do t'isha prokuror i Spakut, nuk do takoja kur Benet Becin, sepse unë si prokuror i Spakut nuk mundet të bëj një takim të tillë në një vend publik. Edhe su ta kem kushuri, ta kem çfarë të doj qefi. Pse e them këtë? Se Benet Beci, me lajmin që kanë dalë, është në hetim nga Spaku. Dhe kushdo individ, kur e shikon këtë foto, mund të mendojë se në Shqipëri jemi ne që këto njëri me tjetrin mbyll dosjen. E kupton në cilën situatë? Ky është mesazhi i shoqërisë shqiptare, prandaj tash flasim shqip. Pastër, kur shikon këtë foton tjetri thotë, tani këta kanë mbyll dosjen. E kupton? Mbaroi, mesazhi u dha, por pse duhet këta të japin këtë mesazh? Mesazhi është tjetër, që kush prokuror merr dosje po ka për rastin e Benet Becit, i bjen ka arben krajën nga mrapa. E kupton? A është ky një konflikt interesi? Është një konflikt interesi. Edhe sikur nuk ka ndodhur diçka të palikshme, se nuk mund të vendosim të palikshme një takim, por çfarë? Përmbajtja e takimit. Do t'jap një rast tjetër. Ndodhi rasti i kryetarit të Bashkisë së Kukësit për marrëdhënie seksuale. E ditin që marrëdhënie seksuale këta e bën korrupsion pasiv, pra e konvertuan. E di që në Spak janë dënuar njerëz ku udhton dikush me avion, unë për shembull po jam në një proces gjyqësor dhe është një gjyqtar apo prokuror dhe shikoj që të them vërtetën i harrojmë gjyqtarët dhe prokurorët, se s'donim të majmë këtë takojmë në për seanca gjyqësore. I bjen që unë ose ai, kur të më shikojë më thotë ti ose ti duhet të ikësh nga avioni sepse unë nuk mund të udhtoj me ty, se mund ta marrin këta si rast korrupsioni, e kupton? Është konflikt interesi ky. Është i pastër. Pra, ti duhet të bësh konflikt interesi dhe të bësh vepër penale, korrupsion pasiv, një udhtim jashtë shtetit se keni qenë në të njëjtin avion, ndërsa kjo që e ka e ndershme. Nuk mund të punoj me disa standarde. Dhe njerëz të cilët thonë që na shiko Shkodranë dhe kështu, nuk më intereson origjina zotëri. Se ti je kryetar bashkie
për detyrën që ke në bashki dhe vjen nga radhët e Partisë Socialiste, pavarësisht se je transferuar dhe je bën nga Demokrat Socialist dhe Intersaxhi. Është punë tjetër, është çështje jote politike se si transferon nga një parti në tjetër, nuk më intereson. Por nuk mundet ky ish kryeprokurori i Spakut, që do na sjellë shenjtori na pastroj djallin, do na sjellë këtë foto. Kjo foto është e tmerrshme. Përveç kësaj foto, ka dhe një foto tjetër që del dhe përsëri nuk pasqyrohet. Ky është zotëri konflikt interesi. Edhe ky është konflikt interesi. Edhe ky është konflikt interesi. E dikush tjetër është konflikt interesi që asnjë s'foli. Që të kemi të barabartë. Ka dalur në foto, në restorant luksoz me Tani, inspektori i lartë i drejtësisë, Bushka, kryetarja e ligjeve dhe ish kryetarja e KLG-s. Bashkërisht këta individ kanë dalë. Edhe aty ka konflikt interesi. Edhe këtu ka konflikt interesi. Edhe për Erion Velin ka konflikt interesi. Dhe kam dëgjuar edhe çka tjetër. Nuk kënaqemi për burgun e tjetrit, por hama ashtu mirë. Më fal. Asnjëherë nuk kënaqemi për burgun e tjetrit, për burgun, por duhet keni parasysh diçka. Po do ta fitosh tjetrin në politik, fitoje me bindje dhe me votë. Po mos përdor kur drejtësinë për të futur tjetrin në burg. Se është e sigurt që drejtësia mund të veprojë ashtu si do veprojë, po ka një drejtësi tjetër që sa ta shtysh drejtësinë e stisur që të fusi të kalbi në burg, vija i momenti që drejtësia fillon edhe funksionon në të gjitha format. Edhe po edhe ta ajo drejtësia që të stis tjetër edhe të fut brenda thjeshta për të fituar momentalisht. Dhe është parë në të shkuarën, pra, ata të cilët lexojnë libra që thonë na ne i prradhna për emision të posaçme dhe kështu me radhë, që fillojnë të lexojnë libra dhe kështu gjëra, te librat e tyre e kanë parë, kanë lexuar. Gropa tjetrit të çon në destinacion më të sigurt groposis së vetes. Në çdo rast zotëri kemi konflikt interesi, edhe për një leje ndërtimi. Ku unë e di që më shfaq persone një leje ndërtimi dhe kam emrin tim aty, dhe ai ka firmosur poshtë dhe e kam proceduar, unë për dinjitetin tim dhe për profesionin tim jap tërheqje. E dini ju zotëri që mua më kanë ardhur njerëz që të bëjnë një kallëzim penal, edhe i kam thonë, unë nuk bëj kallëzime penale. Pse kam thënë këtë gjë? Se kam konflikt interese. Pra, vjen, thot, do bëjmë kallëzim penal kundër një kolegu tuaj, avokat. Nuk e bëj zotëri unë këtë gjë. Dhe nuk jap mendim si të bëj. Le të shkoj dhe ta gjej vet. Kush do të bëj kallëzime, le ta bëj vet. Pse e them këtë zotëri? Pse? Se është konflikt interesi. Si do të procedosh ti kolegun tënd? Prandaj ky është konflikt interesi. Prandaj edhe rasti Velit është konflikt interesi. Dhe asnjëri nuk e thot atë shumë mirë. E thonë që po prokurori kështu. Nuk them që kryeprokurori mund të heqë të gjithë nga detyra. Por të paktën them, mos e bëni kaq shumë me sipërmarrje. Pra do ta fus në burg, e fute në burg, e kalbe në burg. Po ka bërë ato gjëra, ja more mbrapsht për interesat e shtetit, apo do marrësh thjesht në një shpërblim për në një vend pune. Që do të thotë nuk ka drejtësi. Se nuk më intereson mua të dënojmë Sali Berishën, Ilir Metën, Edi Ramën, Erion Velin dhe gjithë këto pa fituar shteti dhe populli shqiptar. Se është kjo e bukur që na 34 vite na kanë nxjerrë jetën. Më fal. Ata kanë përdorur një mekanizëm. Në rast se ti je i dobët edhe shet jetën tënde për 4 vite me 50.000 lekë, 1.000 apo një bukë apo një nder, atëherë sta ka fajin klasa politike zotëri. Fajin e ke ti, se ti ushite. Ti e detyrove ai të bëj këtë linjë dhe ti vjen sot me mua edhe kaq shumë hajdut paska? Pra populli duhet të kuptojë disa raste. Po ti si popull nuk e pranon të shesësh veten, e kupton?
nuk ka konflikt interesi. Por ti si popull, kur shet votën, ke konflikt interesi. Pse? Se ti bësh biznesmen. Ai bëhet politikan, ti biznesmen dhe kur shkon i kërkon të drejtat e tua procedurale, asnjëri nuk lëshon. Pse? Se nuk e shikon më konflikt interesi, sa ai shkon për punë. Pra, në të gjitha aspektet, në çdo rast, ti e shikon shumë qartë që këta bën të njëjtën gjë. Punojnë drejt për së drejti në konflikt të interesit. Për çdo gjë, thjesht karrikja mirë me pushtetin aktual. Shikoj këtë foton, mos harro kur këtë foto. Pse? Se ajo çfarë po ndodh tek Erion Veliaj mund të ndodhë të ty. Pse? Se po e legjitimove këtë foto, ke legjitimuar çdo konflikt interesi që është jo vetëm për Erion Velin. E urrejni Erion Velin, urrejni nga mjes deri në darkë. Doni ta kalim në burg, edhe në karrike elektrike ta fusim. S'ka problem. Derisa ju pëlqen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po janë 50 shtete, nuk më thënë na pëlqen 30 shtete, apo 50, pra total, edhe në karrike elektrike. Por ama, kjo këtu shfaq konfliktin e interesit dhe ç'a shfaq? Një tjetër gjë, dhe unë s'pyes për ligje. Jo rasti Veliaj, dhe Veliaj është thjesht praktika që po ndodh tani aktualisht. Dhe do këtu do jemi, dhe do shikoni namën që po bëhet. Dhe përveç kësajt, po të sjell një material tjetër që përsëri e kam thënë, po përsëri nuk e dëgjojnë. S'ka problem. Kjo është kushtetuta e 1976-s. Dhe shiko, te kjo kushtetutë asnjëri nuk e thot nga juristët. Ne, pikërisht te kjo e kam marrë, se kam lexuar 500 herë. Thjesht po të shikosh paragrafin e dytë, a duket mirë? Paragrafi i dytë thotë: në rast se nuk bëhet sipas ligjit, atëherë prokurori pezullon çdo veprim. E kupton çfarë fuqie ka pas prokurori në 1976-ën? E kupton që jemi në 2025-ën dhe kemi të njëjtin mentalitet prokurorësh? Pra, në rast se ne si shoqëri nuk ndryshojmë mentalitetin, nuk ndryshohet ky vend. Jo të vinë amerikanët, të vijë dhe Zoti zbresën tokë, nuk ndryshon ky vend. Kur ke këtë natyrë prokurorësh, prokurorë të cilët jo që lexojnë dosje, prokurorë të cilët shkojnë me duar në xhep më gjykat. E ke një gjykat e cila është e tmerrshme për ta diskutuar. Ajo reformë në drejtësi nuk është reformë për drejtësinë. Është reformë e instalimit të diktaturës pas 91-shit. Dhe reforma e zgjedhore e 2024-s pikërisht prolloi përsëri 2008-ën. Dhe sot në 2025-ën nuk je në 2025-ën, po je në 2008-ën. Për reformë në drejtësi nuk je në 2016-ën, je në 1976-ën. Prandaj duhet të kemi kujdes edhe të çdo rast, edhe të konfliktit e interesit, të cilët e kanë bërë për të na e dhënë neve, por kam frikën se po shkelin edhe vete konflikt interesit.